Kur sahabët radiallahu anhum e parën profetin sallallahu alaihi wasallam se agjironte muajin e Shaabanit, muaj në cilin ne ndodhemi tani. Është muaj para muajit Ramazanit. Pra e panë që ai shumë e agjironte këtë muaj. Dhe këtë gjë nuk e bënte me muajt e tjerë, përveç Ramazanit sigurisht. Atëherë u interesuan dhe e pyetën, sikur se tregohet në hadithin e saktë, në hadithin e Usama ibn Zeidit radiallahu anhu, ku i thanë se o i dërguari i Allahut, shikojmë që ti e agjiron këtë muaj, ndërkohë që nuk agjiron muajt e tjerë. Pra sigurisht përveç muajit Ramazanit. Si ja ktheu profeti sallallahu alaihi wasallam, ky është një muaj në të cilin njerëzit hutohen nga adhurimi, me kuptimin janë të paangazhuar me adhurime në këtë muaj, në muajin Shaaban. Shaabani thot mes muajit Rajab dhe Ramazan. Ai është një muaj në të cilin ngrihen punët, veprat. Pra punët e gjithë vitit tek Zoti i botrave, Zoti i krijesave. Dhe unë duaj që veprat e mia të paraqiten, të ngrihen, ndërkohë që jam agjërueshëm. Pra kështu përgjigj profeti sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.